Ta që e kanë marrë dozën e parë dhe janë tash në moshën 4 vjeçare dhe janë prej fruthit azëm, a duhet me marrë dozën e dytë pastaj? Edhe nëse se kanë marrë dozën e parë të vaksinës, edhe nëse kanë marrë dozën e parë, duhet ta marrin dozën tjetër, jo për të mbrojtur nga fruthi, po për të mbrojtur nga parotiti dhe nga rubella, sepse edhe parotiti është një smundje që mund të jetë e rëndë dhe mund të shkaktoj probleme sidomos të meshkujt, prej kryesisht moshat e pubertetit, kurse rubella është e rrezikshme për faktin se nëse smuren gratë 7 zona mund të krijojnë, mund të shkaktojnë probleme në frytin, qoftë lindjet parakoshme ose abort ose edhe me çrregullime ose prematur të lindur parakohe, kështu që nëse keni kalu një smundje, kalimi një smundje nuk ndron nga 2 smundjet e tjera, prandaj do të merret. Dhe meqense se nuk ka vaksinë të ndarë, po që të 3 vaksinat janë në një vaksinë të vetme, atëherë duhet patjetër dhe kjo është e sigurt. Edhe nëse keni kalu fruthin dhe e merrni vaksinën, asnjë dëm nuk ka dhe është e sigurt dhe tash krijoni mbrojtje edhe ndaj 2 smundjeve tjera.